Kryeprokurori i zyrës së prokurorit të specializuar Kimberly West ka kërkuar nga 45 vjet dënim për 4 të akuzuarit e rastit më të madh të dhomave të specializuara. West i kërkoi specialës po ashtu që ta marrë parasysh peshën e veprimeve të secilit të akuzuar. Kërkojmë dënimin e personave konkret, pra nuk kërkojmë një dënim për shtabin e përgjithshëm, por për persona konkret. ZPA-ja kërkon akt gjykim dënues për të gjitha pikat e akt akuzës me dënim unik prej 45 vjetësh duke u mbështetur në kontributet individuale të krimeve të bëra ose të kryera nga secili prej personave. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi. Këto krime janë krime lufte dhe krime kundër njerëzimit dhe janë krime të rënda dhe këto akuza nuk e kanë humbur vlerën e tyre me kalimin e kohës. Vazhdojnë të jenë ende shumë të rënda, tha West.